Tragjedi në Zvicër. Kosovari vret gruan e tij, pastaj veten e shtëpia merr flak. Një ngjarje tragjike ka tronditur komunitetin shqiptar në Zvicër dhe më gjerë. Dy persona, një burr dhe një grua me prejardhje nga Kosova, janë gjetur pa shenja jete në një shtëpi që përfundoi e djegur në një fshat atje. Sipas raportimeve të medjave, i dyshuari për këtë akt makabër është një 42 vjeçar nga qyteti Malishevës, i cili dyshohet se vrau bashkëshorten e tij 38 vjeçare, po ashtu nga komuna e Malishevës dhe më pas kreu vetvrasje. Çifti nga Kosova kanë lënë pas vetes 4 fëmijë. Por çka dihet deri tash? Sipas informatave dhe raportimeve të medjave zvicrane, por edhe medjave në Kosovë, burri ka qelluar me një armë zjarri jashtë shtëpisë, e më pas ka hyrë brenda, ku edhe ndodhi shpërthimi i zjarrit që shkatroi tërësisht objektin e banimit. Zjarrfeksit reaguan menjëherë dhe intervenuan shpejt për ta vënë zjarrin në kontroll, ndërsa trupat e pajet u gjendën gjatë pasdites. Trupat e pajet të viktimave u gjetën gjatë gërmimeve në rënoja, ndërsa në vendin e ngjarjes është hasur edhe një armë zjarri, e cila dyshohet të jetë përdorur në këtë rast. Gjithashtu, sipas raportimeve të deri tanishme në lidhje me rastin, çifti nga Kosova kishin kohë që përballeshin me probleme në martesë. Ata raportohet të kenë kaluar në ndarje dhe ribashkime të vazhdueshme. Gruaja kishte denoncuar më parë bashkëshortin për dhunë në familje, çka kishte çuar në arrestimin e tij dhe qëndrimin për një muaj në paraburgim. Ndërsa tragjedia që ndodhi dhe për të cilin po flasim sot, dyshohet të kenë ndodhur pak pasi që ai kishte dalë nga burgu. Se çka e çoi burrin e dyshim ta vras gruan e tij dhe më pas veten nuk dihet ende saktësisht. Hetimet për këtë rast të rënd po vazhdojnë nga zyra e prokurorit publik të kantonit, ndërsa policia ka deklaruar se rrethonat e sakta të ngjarjes tragjike në këtë fazë mbetën të papërcaktuara, duke shtuar se ende po punohet në identifikimin formal të trupave dhe verifikimin e motiveve. Ky është rasti i dytë brenda kësaj jave ku shqiptarët në diasporë janë përfshirë në ngjarje të rënda të natyrës së njëjtë. Vetëm disa ditë më parë në Mynet të Gjermanisë, një burr me prejardhje nga Kosova ka therrur me thik gruan e tij po ashtu nga Kosova, plot 5 herë. Dhe kjo ngjarje tragjike ka ndodhur në prani të djalit të tyre, 7 vjeçar. Dhe si pasojë plagëve të marra, gruaja, pra viktima, është dërguar me urgjencë në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetë.